Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Sajmir Koreshi, më pas zonja Kiduina Zaka. Jo, s'ka gjepë pioner, se kemi kaluar atë, ka fatosa për para. I nderuar drejtuesi seancës, se këto mirë, këto shoqet na vjen keq që në mandatin e parë dhe 20 ditën e parë të dyshojnë na mërzitën. Ne i kërkojmë, nuk di, i përulim, i kërkojmë falje, shumë. Ore, e din ata kryetar që je me i parti me ato, për se din. Jo, në sensi që për të kthyer normalitetin se seance, je ti. E dyta, me fol në këtë seancë, s'po na jep leje ti. Ato që thot Toni nuk shkojnë fare. E kemi programin, po pikërisht se Toni, prandaj po themi ta kthejmë atë seancën, që të flasim për to bestafkulla program. Se të ky kalendari që keni sjellur janë hallet e juaja. Ne kemi një vit këtu që në mars që nuk flasim për ata që përfaqësojmë atje poshtë. Tash kush na kthen të zërin ne me fol në kanë halla ata keni pyet në herë jo kështu përgjithësi? Apo i kanë jo dakor ti vazhdo me specat, po ideja është që nuk është ashtu si thu ti programi. Ne pikërisht për këtë programin e bukur, atë që kemi bërë me buz kuq ju, e di se është ky programi juaj. Me buz kuq po me çizme me gisht përpara. Tash më thonë para prej, një sekond. Tani o kryetare ke nisur një muaj, shqyr kemi mund të gjesojmë kemi muaj që as në jep drejt fjale dhe ne halle gjin, maj vjedhim në 2 minutë për procedurë. Po kjo është se e bën ti këtë pjesë. Si që prishe rregulloren atje bëm te qenefi kuvendit, bëm një seancë turshme të Këshillit Rregullor mandatin e komuniteteve, për të shkel këtë rregulloren me kë, si që shkelim kushtetutën, si që vum pralla me mret, me djelle, me kudiun me radhë që në mërzit dhe aktoria atje më tanë, se kur vuri suratën atje nuk ishte mërzitur, ndaj që në qoftë se do t'i ktheshim normalitetin ne jemi që sot. Hajde sot, kthej atë seancë dhe të flasim sot ne për programin qeverisës, atë që kishte mall Toni që ne nuk flisim. Sot, tani. Zonja Zaka. Faleminderit i nderuar kryetar. Në fakt, mua më vjen shumë mirë që kolegët deputetë opozitës mendojnë për qytetarët shqiptar, për të mirën e tyre, se në fakt duhet ta bëjnë, i kanë votuar që i kanë sjell këtu. Më vjen shumë mirë që mendoni për ne deputetët e rinj që s'kemi pas mundësi të flasim dhe mendoni që na keni dhënë shembullin më të mirë. Nuk mendoj që keni dhënë shembullin më të mirë për ne që jemi të rinj, se nuk besoj që ato kushtetuta të fluturuara dhe rregulloret e kuvendit të drejtuara drejt gjithë kabinetit qeverisë ishin shembulli më i mirë deputetëve të rinj. Dhe sa i përket pjesës që nuk keni pasur mundësi që të flisni, mendoj që duhet jeni të fundit që mund ta ankoheni për këtë pjesë, është i dukshëm raporti se sa ka folur opozita dhe sa ka folur majoranca. Sa i përket buzëkuqit të qeverisë dhe programit ton, mendoj që është pak diskriminuese, më lejoni t'ju a them këtë, se psikologe jam, kështu që nuk i shpëtoj dot profilit tim. Nuk e kuptoj gjuhën e diskriminimit që ekziston ndaj grave, kur ndërkohë sot ne flasim për jo barazi, po për drejtësi gjinore. Dhe më lejoni t'ju them dhe një gjë të fundit, ju lutem për çfarë programi, të lutem të mbaroj të lutem dhe mund të replikosh Sajmir. Atëherë e kishit mundësinë të lutem, e kishit mundësinë që të diskutonit për programin dhe ishit ju ata që treguat minimumin e respektit për mos thënë zero. Kështu që dëgjojmë në kaq kohë të njëjtën këngë, ju lutem riktheni seancën, ju lutem të diskutojmë për programin, të rikthemi normalitetit. Për çfarë normaliteti po flasim, ju lutem? Kështu që bëni një reflektim, një këshill shumë miqësore, bëni një reflektim brenda grupit, të kuptoni që kjo mungesë normaliteti ka ardhur nga ju dhe jo nga gjithë mirëkuptimi dhe dashamirësia e majorancës. Faleminderit.